është në punë, drejtuesja e tij është ende, vazhdon detyrën derisa t'i vijë zëvendësuesi. Aty procesi po bëhet i rregullt për ta zgjedhur atë që do ta zëvendësoj zonjën Hajnaj, dhe tashme janë përcaktuar, edhe ato 7 kandidaturat kryesore që po konkurrojnë dhe që konkurimi tyre tashme është thuajse në fazën e fundit dhe ne do kemi një rezultat tashme shumë të shpejt. Kështu që drejtuesi i BKH-s do të jetë, por kjo se ka penguar as pak punën e atyre mbi 100 hetuesve që ka BKH-ja për të punuar, për të vazhduar hetimet e krimeve që janë kallëzuar, janë denoncuar atje, apo edhe për të ndjekur ato të reja që ata e kanë në veprimtarinë e përditshme të punës së tyre. Kuptohet, Byroja Kombëtare e Hetimit në drejtimin e SPAK-ut kishte një mision, dhe misioni më i rëndësishëm i saj ishte ai që pse u krijua, pse u krijua BKH-ja dhe pse u krijua SPAK. U krijuan 2016. Pse u krijuan, struktura të tilla speciale, sikur të ishim ne në gjendje lufte në Shqipëri, sepse gjykatë speciale dhe prokurori speciale ngrihet vetëm në ato vende ku janë luftë, ose ku është bërë luftë dhe duhen dënuar krimet e luftës. Dhe kurse ne e konsideruat tek ne e një lloj sikur të ishte luftë, sepse realisht në Shqipëri ka qenë luftë e një misionari i cili e ktheu partinë organizat kriminale, partinë e vet, dhe bëri krime nga më të rëndat dhe më të shëmtuara të Shqipëri. Bëri 2 prillin e Shkodrës, bëri vrasjen e demokracisë dhe të votës lirë në majtë 96-ës, me masakrën e përgjakshme me policinë kriminale dhe atë të Gazidedes Shikun, bëri masakrën e shkurt marsit dhe gjithë vitit 97, pastaj me firmat piramidale, me luftën civile veriu kundër jugut, me mbi 5.000 të vrarë në atë kohë, me urdhër të komandantit të përgjithshëm të kohës, ish presidentit Sali Berisha, pra me urdhër të tij e të tjera, u ngrit që të jetonte grushtin e shtetit vitit 1998, 14 shtatorit, kryengritjen e armatosur dhe aktet terroriste që u bën në 14 shtator, po që kishin filluar kohë më parë, pra kishin filluar mbasi u zgjodh qeveria Nano në vitin 97, dhe që për një vit bën akte nga më të rëndat deri pastaj edhe me grushtin e shtetit, pra u krijua edhe për këtë SPAK dhe BKH dhe GKK-ja, u krijua për 20 janarin, u krijua për Gërdecin, për ato vrasje masive që u bën në Gërdec, thjesht dhe vetëm që të pasurohej familja e Berishës, duke djegur dhe duke vrarë popullin atje në zemër të kryeqytetit ku e ngritën në Çernobilin shqiptar. Për këto u ngrit SPAK. Dhe faktikisht SPAK e ka nisur hetimet për këto krime, por po ecën me hapat e breshkës, duke harruar qëllimin pse u krijuan. Dhe po merren me lloj-lloj çështjesh të tjera, jo se bëjnë gabim, se dhe ato metodë duhet marrë, por para inceneratorëve, para atyre konfeksioneve të Erion Velis, para krimeve të tjera, aty në fushën e mjekësisë e tjera, ishin pikërisht këto duhen hetuar dhe duhen quar për gjykim. Pastaj u vjen radha e të tjerave me radhë dhe të tëra pa përjashtim në sitën e SPAK edhe të gjykatës korrupsionit dhe krimit organizuar. Çka nuk po justifikon veten e vet, edhe Byroja Kombëtare e Hetimeve, edhe SPAK në këtë aspekt. Kështu që Dumani në krye të kësaj strukture hodhi një hap përpara. Bëri një hap përpara dhe u tregoi Shqipërisë dhe shqiptarëve që në këtë vend të ardhmen nuk do ketë me të pandëshkueshëm. Pse? Sepse një ish president vendi e kam në burg, një ish president dhe ish kryeministër të vendit
e kam në akuzë për korupcion të lartë shtetëror dhe është në gjyq tashme me akuzë të ngritur dhe që pritet dënimi i tij dhe një mori ministrash të tjerë, deputetë të tjera, kryetar bashkish i kam në proces, por ky është vetëm fillimi. Këto janë vetëm maja e icebergut. Ajo flaka e madhe janë këto krime që u thashur juve dhe po su ndëshkuan këto krime dhe këta kriminel, organizator që i kanë bërë këta, majat e pushtetit tonë, president, ish president, ish kryeministër, edhe ministrat e tia, gjithë shpura e tia që ka qenë bashkëpunëtor të tij, atëre ky vend nuk do të bëj hajër kurrë në kurrës. Prandaja tashme pritet që ai që të vijë në vendin e Dumanit duhet jetë shumë herë më lartë se Dumani, në aspektin që një përvojë e fitoi, goditjet që duheshin dhenë për ta çuar stekën në maj e arriti Dumani, tani të eci mëtej. Ai kanë këto kandidatura, staturën për të qenë të tillë, për ta mbajtur stekën edhe për ta ngritur edhe më lartë në kuptimin e vërtet fjalës, për krimet e kanë fjalë, jo vetëm dhe thjesht për individ, po për krimet që kanë ndodhur në këtë vend, do ta shikojmë në fakt ata janë, por jam i bindur që kushdo që të vijë drejtuesi SPAK, ka shanse më shumë Gjoli, por edhe të tjerët nuk janë pa shans për ta marrë këtë detyrë. Ata përveç se ligjin që do ta zbatojnë siç duhet dhe Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, do ta kenë bodecin, pra majin e Hostenit edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe nga Bashkimi Evropian, dhe jo vetëm bodecin, por edhe mbështetjen e fuqishme të tyre, se po tjetë për institucionet e shtetit ton, ata rrinë të ngordur ashtu edhe flen gjumë, sikur se flen në etapat të caktuara, sikur se fletën gjatë asaj kohe që erdhin pushtet administrata e Trumpit edhe nuk dinin çfarë drejtimi do merrin e shqendrim do mbante administrata e Trumpit edhe në raport me SPAK-u dhe GKK-on dhe i zuri gjumi. Dhe tani që ata erdhën prap, janë zgjuar prap. Kështu që në këtë drejtim jam i bindur që nuk ka kthim mbrapa. Krimi dhe kriminalët, ata që kanë lyer duart me gjak shqiptari, ata që kanë urdhëruar vrasjet, ata që kanë urdhëruar privatizimet në këtë vend në mënyrë korruptive dhe që u kanë grabitur shqiptarëve gjakun e tyre, djersën e tyre.